Le të shërbej tragjedia e fqinjve si kamban alarmi për të marrë sa më shpejt masat e duhura parandaluese para se të jetë vonë. Hekuri e Rrjeca është i nxehtë, por zjarri shuhet para se të bjerë. Tragjedia më e fundit e ndodhur në Koçan të Maqedonisë së Veriut, ku një zjarr në një klab nate shkaktoi humbjen e 59 jetëve dhe plagosjen e mbi 150 personave, na kujton me dhimbje rëndësinë jetike të masave kundër zjarrit dhe të respektimit të kërkesave ligjore e kushteve teknike në ambiente ku ka grumbullim njerëzish. Sipas raportimeve, zjarri u shkaktua nga përdorimi i mjeteve piroteknike gjatë një performance muzikore, ndërsa klubi operonte në kushte të papërshtatshme. Kjo nuk duhet të trajtohet dhe ndiqet tjerë si një ngjarje tragjike në emisionin e radhës së lajmeve të një apo disa ditëve. Ajo duhet shërbej si një thirrje zgjimi për Shqipërinë, për të rishikuar dhe për të përforcuar masat e sigurisë teknike në tërësi, përfshirë edhe ato kundër zjarrit në mjediset publike dhe ndërtesat private. Zjarret në banesa apo zyra, dhe sidomos në ndërtesa me përqendrim njerëzish, apo edhe në hotele e lokale, po shndërrohen në një kërcënim serioz vitet e fundit, teksa sektori i ndërtimit ka hyrë në një fazë të vrrullshme. Vetëm në muajt e fundit ka patur disa raste të tilla që fatmirësisht nuk kanë pasur humbje në jetë njerëzish, teksa volumi i ndërtimeve po rritet me ndërtesa shumëkatëshe, rrugët e kalimit dhe shtigjet e shpëtimit, kufizohen e zhduken dhe tendenca për ndërtime pritet të vazhdojë me vrull, bazuar në lejet e reja të ndërtimit, që arritën rekordin e 2.5 milion m2 në vitin 2024, shteti shqiptar nuk ka ende një infrastrukturë monitorimi dhe ndërhyrje efikase. Aktualisht, Shqipëria nuk e ka kodin e ndërtimit për mbrojtje nga zjarri dhe as burime njerëzore që garantojnë mbrojtje nga zjarri. Tirana është përfshirë në një urbanizim të shpejt, i cili nuk po merr parasysh standardet me të cilat ndërtohet sot, të tilla si hapësirat apo materialet antizjarr. Ndërtimi i kullave me shumë kate rrit edhe më tej rreziku nga zjarret, pasi asnjë prej tyre nuk ka as elementin më minimal, si për shembull shkallët e emergjencës, dhe një rënje zjarri në një kat do të bllokonte daljet nga katet e mosipërme. Zjarret e fundit nxorën në pa edhe faktin se përveç volumeve të ndërtimit, tani gjithnjë më shumë investitorët përdorin materiale që nxisin zjarrin, për shembull fasadat me izolim, që shpesh e përhapin zjarrin. Edhe dritaret janë plastike, që digjen më shpejt se metali, duralumini, dhe përgjithsisht materialet e terracave dhe dyer që përdoret në procesin e ndërtimit e favorizojnë zjarrin. Ekspertët kanë pohuar më herët për monitor se mbrojtja ndaj zjarrit në vendin ton aktualisht është tërësisht amatore dhe i tillë është edhe administrimi i rrezikut. Instalimet e sistemeve antizjarr në banesa më së shumti janë në ndërgjegjen e investitorit dhe inxhinierëve. Edhe kur sistemet instalohen, ato rrezikojnë të mos përdoren nga mungesa e njohurive apo e përgatitjes administratorëve të pallateve. Në anën tjetër, sektori i zjarrfiksëve, që ka qëllim të ndalojë përhapjen dhe të shuajë zjarrin, hua nga problematika të shumëfishta. Tyre ushtohen edhe infrastruktura që nuk po ecën në një hap me vrrullin e ndërtimeve, ku në shumë raste zjarrfiksja nuk arrin të hyjë në zonën e zjarrit për shkak të rrugëve të ngushta apo të bllokuara. Mungesa e sigurisë nuk është vetëm tek banesat, nuk kanë munguar rastet e zjarreve në zyra, magazina e biznese private, përfshirë hoteleri dhe bare. Çdo verë digjen pyje e kullota që shuhen me vështirësi, duke rrezikuar edhe hotelet, madje dhe tërë qytetin, siç ndodhi në Shëngjin. Gjatë verës në Bregdet në festa përdoren fishek zjarr, por vendi është i rrethuar me pisha që në temperaturat e verës bëhen shkak për zjarre masive në zona me banim të dendur. Sigurimi nga zjarri është një tjetër tregues i ndërgjegjësimit të ulët. Në një pjesë të madhe, këto sigurime nxiten nga kërkesat e bankave për kredimarrësit me hipotekë sesa nga kultura e popullatës, ndryshimet e klimës, rritja e volumit të ndërtimeve me shumë kate dhe përdorimi gjithnjë më shumë i materialeve që nxisin zjarret nga familjet do të rrisnin rrezikun nga zjarri. A i ka vënë ujë në zjarr qeveria deri tani? Nuk duket kështu. Askush nuk i ka penguar të bëjnë kuadër ligjor, të investojnë në sistemin zjarrfikës apo të rregullojnë kodin e ndërtimit dhe të monitorojnë zbatimin e standardeve në praktik. Është thelbësore që autoritetet shqiptare të ndërmarrin hapa konkret për të siguruar që të gjitha mjediset publike, veçanërisht ato që strehojnë një numër të madh njerëzish, dhe jenë të pajisura me sisteme funksionale për shuarjen e zjarrit, dalje emergjente të qarta dhe të aksesueshme, si dhe personel të trajnuar për menaxhimin e situatave emergjente. Për më tepër, është e domosdoshme që inspektimet periodike të jenë rigoroze dhe të pandikuara nga korrupsioni apo neglizhenca. Vetëm nëpërmjet një angazhimi të tillë mund të parandalojmë që tragjedisja ajo në Maqedoninë e Veriut të mos përsëritet në vendin ton, e të shërbejë tragjedia e fqinjve si kamban alarmi për të marrë sa më shpejt masat e duhura parandaluese para se të jetë vonë.